Gjithë falenderimi, lavdatat, madhnimi për ullet janë për Allahun, krijuesin e botëve. Atë madhnojmë, atë falenderojmë, prej tij ndihmë e falje kërkojmë mbrojtjen e Allahut xhalla fi ula nga të këqijat e shpirtit dhe nga të këqijat e veprave tona. Përshëndetet, selamet tona më të deja janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, mbi ata dhe ato muslimanë që pasuan e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e fundit. Dëshmojmë dhe me plot bindje sinqert deklarojmë se nuk ka të adhuruar të dej adhurimi përveç Allahut, Zoti vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njëri ndër robërit dhe të dërguarit e tij, atë që i madhi Zot e vën në rrugën e tij të drejtë, që s'ka kush që mund ta lejtit, ndërsa që në humbje nuk ka kush që mund ta udhëzojë. Vëllezër të besimit, një vit u mbyll, vit kalendarik, a u afuam ne më afër Allahut apo vetëm se mi plakur? O besimtar, sot nuk flas për një ditë të zakont, as për një javë që kaloi, po për një vit të tërë që u mbyll. Faqet e këtij viti u palasën dhe u arkivuan tek Allahu te baraka ve taala. Një vit i ri fillon, por askush prej nesh nuk ka garancë se do ta përfundoj këtë vit. Koha nuk pyet askënd, ajo ecën, ndërsa ne ose ecim drejt Allahut, ose largohemi prej tij. Pyetja që duhet ta bëjmë sot nuk është sa vjeç u bëra, por sa më afër Allahut jem sot, krahasuar me vitin paraprak. Koha humbur më e madhe e njeriut. Allahu te baraka ve taala u betun kohën wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pasha kohën më të vërtet njeriu është në humbje. Me përshtim të atij që ka besu, ka bo veprat e mira, që e ka dhënë hakun të vërtetën dhe i cili ka bo sabër dhe ka këshilluar për durim. Allahu betohet në kohën, sepse koha është dëshmia e veprave tona. Çdo sekond që kalon apo minut na afron më afër xhenetit, ose na çon drejt humnerës dhe zjarrit. Humbja nuk është vdekja, por të jetojmë pa qëllim. Allahu thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk krijova gjin dhe njerëz përkos që ta adhurojnë mua, thot Zoti. Hasan al-Basri rahimahullah ka thënë: "Ya ibni Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du." O biri Ademit, o njeri, ti je vetëm ditë. Sa herë që shkon një ditë, shkon edhe një pjesë e jetës tënde. Koha është vetë jeta jonë. Çdo ditë që kalon nuk kthehet më. Kjo ditë xhumoje kur nuk kthehet më. Prandaj mençuri shfrytëzon atë për bindjen ndaj Allahut dhe për vepra të mira, para se të jetë mbaruar dhe para se të jetë vonë. Mbyllja e vitit moment llogarie. Njeriu i mençur kur mbyllet një vit e bën një llogari. Allahu te baraka ve taala thot: "Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad." Leta shikoj secili çfarë ka përgatitur për nesër. Let llogaritë gjithë secili nga nesër çka ka përgatitur për nesër. E lejse subhun bi qarib, a nuk është e nesër e afër? Allahu nuk tha çfarë do të bësh nesër, po tha çfarë ke përgatitur. Feja nuk ndërtohet me dëshira, me mendime të mira, por me vepra. A ka vepra siç është namazi ynë, është pastruar gjuha jonë, është zbutur zemra jonë. To janë që do të pyetemi. E ardhmja nuk është e garantuar, vëllezër. Allahu thot: "Wa ma tadri nafsun madha taksibu al-ghada." Askush nuk e din çka e pret e nesërmja. Inna Allaha alimun khabir. Allahu është i gjithdijshëm. Ky ajet rrezon sigurinë e rreme. Ky ajet e rënon gjithë sigurinë tonë që e kemi ndërtuar të rreme. Njeriu thot: "Një vit tjetër apo në vitin tjetër do të përmirësona." Por Allahu thot: "Ti nuk e din a do të arrish nesër." Ti thu vitin tjetër ku më boj mirë, ku më janis namazit, ku më janis kësaj. Por Allahu thot: "Ti nuk e din as nesërmen a arrin apo jo." Sigur ta dim se do të jemi patjetër edhe një vit, do ta shtynim pendimin, por pasiguria është mëshirë, sepse na zgjon. Pasiguria është mëshirë nga Allah, sepse na zgjon, s'na lën përgjumosur. Qëndrimi besimtarit ndaj dunjas,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru as-sabil." Behu apo jeton dynja si huaj ose si kalimtar. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka thonë: "Mali walad dunya." Çka jam unë me dynja? Sikur një person që ulet në hijen e një pemë, qëndron ca kohë, pastaj vazhdon. Kaq me dynjon jemi. Prandaj vëllezër, feja nuk ndërtohet me pallavra, por përgatiten për kthim. Problemi i njeriu sot është se u bë banor i dynjas e jo i botës kalimtare. Ky është problemi i njeriu. Është bo sikur të jeton përgjithmonë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salate e selam i dërgojmë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. A jeni përmesuar apo vetëm jemi plakur? Këtë pyetje duhet t'ja shtrëndet. A jeni përmesuar apo vetëm jemi plakur? Omer ibn Abdulaziz Allahu mëshiroft ka thënë: "Inna al-layla wan-nahar yamli'an fik wal-'amalu fihima." Vërtet nata dhe dita punojnë për ty, prandaj puno ti në to. Koha ndikon vazhdimisht në jetën dhe gjendjen tonë, duke na afruar apo larguar nga fundi. Besimtari i mençur nuk e lë kohën të shkojë kot. Besimtari i sinqert nuk e lën kohën të shkojë kot, por e mbush ato me vepra të mira dhe me përgatitje për takimin me Allahun te barekote. Çka i themi Zotit nëse ai e dërgon melekun e vdekjes? A jeni të gatshëm? A jeni të përgatitur? Atëherë gjithsesi le t'ja bëj këtë pyetje vetes. Pendimi është fillimi i vërtetë i vitit. Allahu thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an." Pendoni të gjithë tek Allahu. Pa dallim, të gjithë. Zoti thot: "Eyyuhal mu'minun", o ju besimtar, pendoni te Zoti. Pendimi nuk është shenjë dobësie. Mu pendu te Zoti nuk është shenjë dobësie, por shenjë e jetës me zemër. Zemra e vdekur nuk pendohet. Zemra e vdekur nuk pendohet, prandaj tjetë zemra jonë gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khairul khata'in at-tawwabun." Me i mirë nga gabimçarët janë ata që pendohen. Domethënë krejt po gabojshin, por me i mirë ndërta është ai që pendohet. O besimtar, o njerëz të mirë, le të jetë ky vit i namazit rregull, vit i largimit nga harami, vit i moralit të mirë dhe vit i afrimit me Kur'anin. Ibn Mesudi radiallahu anhu ka thonë: "Innama al-mu'minun yara dhanban ka'annahu jabalun fawqa ra'sihi." Besimtari e shem katin e tij sikur të ishte një mal mbi kokën e tij. Sikur të ishte një mal në kokën e tij. Kështu është besimtari i sinqert. Besimtari ka zemrën e gjallë dhe ndërgjegjen e zgjuar. Ai e ndjen rëndësinë e mëkatit, peshën të gjunajt dhe i friksohet Allahu te bareke ve taala. I friksohet takimit me ta. Ky e shtyn drejt pendimit të shpejt në kthim të sinqert tek Allahu. Përfundimi i një viti u mbyll, një tjetër filloi, por varri po afrohet çdo ditë. Lumaj që solli përmirësimin para se nesër më të sket më kohë. Lumaj që u pendu para se nesër të jetë vonë. Rabbi rji'ini, që do të thënë mohuesit: "O Zot, më kthe, la'alli a'mal salihan fi ma tarak." Ndoshta do të punoj atë që e vumlon. Allahu thot: "Kalla." Kurse si kjo thoni është e kanë thonë dhe të tjerë. O Allah, na i fal gjunat tona, na mbulot metat tona dhe na përmirëso gjendjen tonë. O Allah, na beko kohën tonë, jetën tonë dhe veprat tona. O Allah, mos na bëj dynjan shqetësimin tonë kryesor dhe kulmin e dijes sonë. O Allah, na bëj fundin tonë të mirë dhe na bashko me të dashin tu në xhenet me pejgamber. Amin ya rabbil alamin. O Zot, na falni, fali familjarët tonë, ndihmoj varfënjakët në nesin tonë, ndihmoj vendin tonë. O Zot, na falet çdo gjuna që i dim, ato gjuna që nuk i dim, ato gjuna që i bëjmë nga harresa dhe shkujdesi. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة